Rikthehemi dhe do të ndalemi pak tek vërtetësia e lajmeve që ne lexojmë e dëgjojmë. Po e nis me Maksin, luhet nga gazetarët me të vërtetën? Luhet, por duhet bëj një dallim. Gazetarët të cilët punojnë në televizione dhe ata që janë në platformat online. Gazetarët në televizione janë në 95% raste janë me zë dhe figurë, pra që do thotë ti e di se kush është personi që po e raporton atë lajmin, atë temën, apo kush e ka bërë atë kroniken. Ndërsa në rastet e portaleve në fakt është pak më ndryshe. Edhe unë mendoj që më shumë në për disa portale, jo të gjitha sigurisht, sepse ka shumë që janë serioze, po përgjithsisht portalet janë ata që dezinformojnë më shumë, pra kanë më shumë lajme të rreme ndoshta për arsye të klikimeve, sepse klikimet për shumë prej tyre ndoshta janë edhe ajo pjesa e të ardhurave, ndërsa në televizion apo po themi në për webe të televizioneve, është ndryshe, janë më serioz. Po, kur thua të rreme është shumë e rëndë, pra nuk ka pikë vërtetësie, apo është luajtur me fjalët, flas për portalet? Ndonjëherë luhet me titullin, pra dhe në momentin që ti bën klik, në momentin që ti bën klik, ndoshta fotoja, absolutisht dhe titulli, kur ti klikon për të hapur atë lajm më në detaj, ti sheh që në brendësi të tij nuk është më ajo pjesa. Ndërsa në televizion, absolutisht, po themi në për televizion, apo mediat serioze, në përgjithësi, ajo që është në titull është edhe në brendësi të lajmit më është tjelluar. Pra, ndonjëherë portalet janë më shumë ata. Paktën edhe në kohën e pandemisë, në 2020-ën, ne shinim që portalet, teksa ne raportonim, gazetarët e terrenit, raportonim tek spitalet, transformohej shpeshherë edhe fjala jon. Pra, portalet e merrnin, e transformonin, vendosin një titull sa për klikim edhe ishte probleme edhe për ne që punonim televizion, por mendoj që përgjithsisht tek portalet, tek disa që njerëzit nuk e dinë kush fshihet pas atij portali, është pak më ka më shumë hapësirë për abuzim. Është e vërtetë. Ajmona? Ajo çfarë unë duhet të shtoj është që janë rreth 900 portale në Shqipëri. Kush i lexon 900 portale? Pse hapen kur nuk ka sukses në fund? Se dihet, po fakti që hapen dhe janë 900 do thotë që ka një lloj suksesi ose ka një lloj tendence për të bombarduar me informacion. Pastaj sa i lexojnë, sepse ne jemi shumë kushient. Pjesa më e madhe e qytetarëve që bëjnë scroll ose që kalojnë nëpër rrjetet sociale nuk ndalojnë e hapin. Mjaftohen me një titull, me një foto dhe krijojnë një det në bazë të bindjeve ose perceptimeve ose aftësive për të kuptuar. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Po flisnim për 1 prillin, nesër është 2 prill, është dita ndërkombëtare e verifikimit të fakteve, ndaj që për ne në Faktori është shumë e rëndësishme për ta shpërndarë sa më shumë informacionin që nuk gënjen media, se fokusi lajme të rreme nuk gënjen media. Janë një sër elementësh që bëjnë ato lajmet jo krejtësisht të rreme. Ka lajme që janë të nxjerra nga konteksti, që situatat mund t'jenë tërësisht të vërteta, por të vendosura në kontekst të caktuar, të shkëputura nga e gjithë situata. Mund t'jenë foto, mund t'jenë tituj, ose episodet të caktuara, të vendosura në situata pa kontekst, pa e shpjeguar, pa dhëmburime, që gazetaria duhet ketë, minimumi 2 ose 3 burime, pra dhënë të gjithë pamjen, ti si individ, si qytetar, merr një perceptim të gabuar për atë ngjarje ose për atë informacion, për atë foto. Kjo quhet manipulimi i informacionit. Ka raste kur është keq informim, pra me dëshirën e madhe për të kapur klikime, për ta pasur lajmin, copy-paste merr pa e verifikuar në të gjitha strukturën e lajmit, dhe në këtë mënyrë edhe ti bëhesh shpërndarës i dezinformimit. Na ka ndodhur. Kur nisi lufta në Ukrainë, ka qenë një fushat që është shpërndar dhe e shpërndan dhe personazhe të njohur. Ishte një fushat për rritje fondesh, pra për ngritje fondesh për në luftën në Ukrainë. Ishte në momentet e para dhe prandaj thash që në momentin që luhet shumë me pjesën emocionale, njerëzit janë më të prirur për të reaguar. Dhe u shpërndan në story dhe si përfundim, kur ne si Faktori e verifikuam, ajo ishte një skem mashtrimi që ty të detyronte që në një farë momenti të plotësoje të dhënat, të vidhnin të dhënat, ose ti në fund fare nuk kontriboje për luftën në Ukrainë, po ishte një skem mashtrimi që të vidhte dhënat dhe në atë moment edhe parat.
Pra, është shumë e rëndësishme që të fokusohemi te pjesa e manipulimit të informacionit. Sot nuk flitet vetëm për dizinformim ose keq informim, po flitet për kërcënim të informacionit, që është shumë e rëndësishëm për të kuptuar, sepse duket si një gjë e madhe që s'na prek, po na prek të gjithëve, sepse ne jetojmë. Është keq informimi ose kërcënimi i informacionit prek sigurinë. Ka ngjarje që na rrethojnë. Flasim për shumë situata të tensionuara në Serbi dhe në Kosovë. Dhe një narrativ e shpesht, e ngritur dhe e verifikuar vazhdimisht në faktoje, ka qenë pikërisht ajo lufta e mundshme në Ballkan që mund të çojë në luftë të tretë botërore. Pra, ushqimi me narrativa deri diku të rënda në perceptimin publik të krijon një ndjesi të pasigurie dhe këtu dhe demokracitë e vendeve të brishta si Ballkani janë në rrezik. Jemi në prag zgjedhjesh. Po. Është e vështirë të besosh dhe ku të informohesh. Propaganda është një tjetër mënyrë se si cënohet informacioni. Pra, një gjë e thënë, e përsëritur, ndoshta jo krejtësisht e vërtet, sepse ka dhe gjysmë të vërteta. Tjetërsohet rrugës, ose është një gjysmë e vërtet. Është e gjysmë e vërtet. Mua më ka ndodhur në tërmetin e 2019-s, kam qenë duke raportuar live në Durrës, në tërmetin e 26 nëntor 2019, dhe më ka ndodhur që është deformuar raportimi im. Që do të thotë, dhe nuk e harroj, është një nga këto 900 portale që nuk e mbaj mend, që thoshte drejtuesi i ekipit rumun, Maxi Rama, tha që këtu imagjinoj raportimin e unë, teksa unë thoja, këtu në këto kërkim shpëtimit po marrin pjesë nga Rumania dhe nga Franca, po thonë për të drejtuesin ata më bën mua, do më thonë, edhe pse në foto nuk isha unë, ishte foto nga ata ekipet e emergjencës, por kishin vënë emrin tim. Pra, ka dhe raste deformimesh. Mos është paftësi e atyre që ashtu quhen gazetar pas këtyre portaleve? Absolutisht, këtu ajo është problemi, po. Ajo është problemi, sepse marrin dikë që nuk është ndoshta dashakeqe në kuptimin të tjetërsoj informacion. Nuk ishte dashakeqe. Ajo është një informacion që është i deformuar. Është një manipulimi të vërtetës. Dhe në momentin që ti konstaton këtë, dhe Maxi e konstaton, e ndau me ne kuptuam, një tjetër qytetar, i cili është në një tjetër pozicion, e merr të mirëqen. Po kur merr këtë të mirëqen, llogaritet diçka i cili ndikon në votë, ndikon në perceptim, në mënyrën se si ai e shikon realitetin. Prandaj është shumë e vërtetë që njerëzit ose publiku të edukohet. Është që në fëmijëri të edukohet me të qenurit skeptik, të edukohet me konsumimin e lajmeve. Lajmi në parim e para gjë është që duhet, në momentin që e lexon, duhet minimumi të ketë emrin e një gazetari. Pra kush e ka shkruar. Të ketë një burim informacioni i cili është i verifikuar dhe është i besueshëm. Pra, nëse zgjedh të informohesh në Klan, atëherë ti e di që Klani është një televizion, e di, por nëse ty të del një portal i cili të është bërë sponsor dhe të del, ti nuk e njeh, nuk e ke lexuar kur më parë, nuk e di kush punon, kush është pronari, kush është linja editoriale. Do shpesh që ka në vend të emrit të gazetarit e ka i shkrim, e ka të shkruar admin 1, admin 2, besoj u ka rastisur gjithë. Që aty ti është anonim. Është një person anonim që mund mos ketë fare lidhje me gazetarin. Dhe thjesht ndjek raportime ndryshme dhe i tjetërson. Mua personalisht kjo gjë po themi më shqetëson si lexuese këtyre faqeve, kryesisht në Instagram që pastaj të çojnë tek webet. Por që mund të ta dalloj menjëherë që nuk është serioze. Mënyra se si shkruhet. Po, është e vërtetë. Lajmi është skandaloz. Është skandaloz, ka gabime gramatikore, janë të marra copy-paste. Po, është një lajm për ciptazi me 3 fjali që nuk është i arsyetuar. E kanë hedhur shpejt e shpejt, e kanë kopjuar, se kanë kopjuar mirë, e kanë hedhur i ku lajm. Është bërë për numër. Dua të them diçka që publiku nuk e edukojmë dot. Sepse do me thënë, është varet dhe nga niveli, se si e thith lajmin. Unë ka mendimin që duhet ndryshoj legislacioni, duhet jetë më i egër, sepse të ketë frikë. Kushdo që edhe atë lajm të ketë frikë, mund të aqosh në gjykat, duke qenë ligji jo fort i qartë,
luet edhe me fjalët atje dhe ai nuk e merr dënimin e merituar, legjislacioni duhet të ndryshojë. Legjislacioni është për shpifjen ka, por ka një problem të madh që në momentin që ti e vë me ligj, dhe ndonjëherë në Shqipëri ligjet nuk zbatohen, pra ne kemi ligje shumë mira, ke një rrezik që kalon në censurë. Dhe ajo është pastaj akoma më e rrezikshme. Kështu që media ka nevojë për vetë rregullim. Dhe është në çike vështirë. Unë besoj fort në edukimin mediatik. Unë besoj fort që në momentin që ushqehet që nesër pas nesër i thua fëmijëve një lajm mund të gjenerohet me AI pa patur nevojë fare për një gazetar, mund të gjenerohet një video, mund të gjenerohet një foto, një titull, mund të gjenerohet backgroundi i një X situate tërmeti 2019-s dhe mund ta transformosh lajmin. Në momentin që ne mësojmë që këto janë gjëra që ndodhin dhe ti duhet të jesh i kujdesshëm, dhe duhet të bëhesh i vëmendshëm, dhe duhet të jesh skeptik që jo çfarëdo lloj gjëje që lexon është e vërtet, kemi arritur një gjë. Nuk mund të ndryshojmë çfarëdo lloj gjëje. Janë përmirësuar ose kanë kuptuar se janë disa faqe online, për shembull që janë edhe persona që nuk merren me media kuptojnë që janë thjesht tituj për klikime. Pa që nga mënyra që abuzohet me kludin. Dy herë dhe pastaj nuk Edhe pak ditë më parë. Ose reklama. Edhe pak ditë më parë kishte portale nga këto që nuk janë serioze, tërmet 7.7 balli i shkallës Richter. Dhe ti duhet bëje klik për ta parë që ishte në Myanmar apo në Tajland. Po, sepse luajnë me një kujtim që ka qenë... Dhe për të marrë një dramë që është ende freskët, sigurisht në vendin tonë. Mbi të gjitha dhe ngjarje, duke marrë parasysh atë lloj tërmeti ku do që të ketë rënd, do të kapi, do të trëmbi, do thuash ku është, ta është afër apo jo. Është jetuar. Megjithatë, edhe ndoshta tendenca e shumë prej nesh, qytetarëve ndoshta, jo ne që punojmë media, apo që kanë një nivel më të caktuar, po themi, është që mos të bëjnë klik, shohin titullin e mjafton, për hapën nëse unë ndodhi kjo gjë. Është, nuk e di nëse ju ka ndodhur, mua më ka ndodhur që shohën për rrjete sociale kur është një produkt aty edhe madje ka edhe të shkruar sa kushton dhe ata shkruajnë koment sa kushton. Pra nuk e kanë atë tendencën për ta bërë klik. E kupton, domethënë, do të ndërmirë po. Është mënyrë si përfaqësore. Ne këtë me video tona në Instagram kur ti poston pjesë të bisedës programit, këtë që po zhvillojmë ne së bashku, sigurisht që vendoset një pjesë vetëm, nuk mund të jetë e tëra, dhe vetëm tek ajo vazhdohen për një koment. Po, ka raste që ti thua që në titull, kjo që ka ndodhur nuk është e vërtet, dhe poshtë ne kemi komentin në Faktoje që, po kush e ka thënë këtë? Nuk është e vërtet, në momentin që nuk është e vërtet, do të mos... Ashtu është, nuk marrin kohë që të lexojnë një lajm edhe të japin një... Po përgjigjet vinë në çdo situatë. Komentet janë gjithmonë aktive. Në rastin tuaj, qoftë në rastin tonë në Instagram, përgjigjet... Edhe si blogere. Edhe si blogere e vuan këtë pjesën që nuk e shohin të gjithë video. Përgjigjet vinë. Ndoshta jo aq shumë tek unë sa mund të vinte një blogere me një audiencë më të madhe, po përgjigjet janë gati. Janë gati. Si lexuese arrin ta dallosh pra një portal të mirë ose një lajm të mirë nga një jo cilësor, po e them unë, ose jo të saktë. Tani domethënë unë thjesht siç më dalë, thjesht i kaloj sepse është e paevitueshme. Aimona, çfarë janë këto në fakt si mekanizma? Për shembull, unë po vija re para disa ditësh në Instagramin tim më dilte shpesh herë në story, sikur dyqane shumë të njohura bënin 80% ulje. Kam shpëtuar pa e klikuar atë linkun që të çonte gjoja për blerje, tek njëri prej dyqaneve që unë ble rregullisht online, vetëm prej fotografisë, sepse vura re që fotografia nuk ishte zyrtarja, por ishin individ. Janë skema. Çfarë skemash janë këto? Çfarë fshihet nëse mund ta keni... Po, janë skema. Ne kemi... Ndër të fundit që mbaj mend është që Posta Shqiptare shiste me €1, ose aeroporti i Rinasit, të gjitha bagazhet që mbeten i rishet për €1, janë skema. Kryesisht na ka ndodhur dhe në Faktoje kemi verifikuar shumë që janë fushata të caktuara në momente të caktuara, që mund të prekin edhe suplemente shëndetësore, edhe bizhuteri, që janë disa formate të përkthyera edhe me AI, besoj, me inteligjencë artificiale, sepse edhe shqipja qëndron e çaj. Edhe fotot e përdorura janë foto të marra stok në rrjet. Për shembull, në momentin që sugjeron një X produkt, vendosin foton e një personazhi, një mjeku, ose vën një emrin e një mjeku të besueshëm për të rritur pjesën e besueshmërisë në media. Përdorin mekanizma të tillë si personazhe të njohur që i promovojnë.
na ka ndodhur personazhe publike të cilët promovojnë një X produkt suplement shëndetësor e tjerë, duke thënë se e kanë provuar, na ka rezultuar i suksesshëm e tjerë. Duke i vënë publikut një sër e thanash të tilla, e bëjnë akoma më të prekshëm, të besueshëm nga njëra anë, si struktur lajmi, po themi, dhe marketingu, dhe nga ana tjetër e bëjnë më të prekshëm atë si individ, sepse ai beson që X prezantuese unë e njoh, X mjek e kam dëgjuar, fakti që është mjek dhe besueshmëria është më e lartë kur ti i thuaj që mjekët të kanë sugjeruar këtë. Ka dëshmi të personazheve që ndoshta janë me emra dhe mbiemra, por që nuk janë emra dhe mbiemra tipik shqiptar, ose mosha nuk mund të përkojë me një Amber, me një zonjë 68 vjeç. Në Shqipëri nuk ndodh. Kështu që ka disa elementë që mund të identifikohen dhe të bëhet pak më i vëmendshëm publiku kur i lexon. Bëhet më kritik. Ajo që thash, më fal, rikthente ajo që informacioni është në rrezik kur ka një ngarkesë të tillë. Qoftë nëpërmjet fotove, qoftë nëpërmjet videove. Sot kemi prodhimin e deep fake, që janë video ku manipulimi arrin që një personazh, dhe mund të vë një panel si që jemi, të riprodhoj zëra me inteligjencë artificiale dhe të bëjë të thonë çfarë të duan ata. Pra, të gjithë sensin e diskutimit që ne sot po bëjmë, ta modifikojnë, ta publikojnë dhe është e vështirë më pas edhe për ta verifikuar. Si që ndodhi me Cristiano Ronaldo, ishte një nga videot, nëse keni ndeshur muajt e fundit, ka qenë që në intervist, duke sikur Cristiano po tregonte që unë djalit i kam bler diçka, një lojë shumë të shtrenjtë, ja para çdo ditë, një shtrëmbërim i intervistës. Edhe historia e dashurisë me Gjorgjinën, madje mënyra si tregonte, në një moment tash e besova, po tregonte atë që të gjithë besuan fillimisht, pastaj u kuptua që prit që nga përdorur inteligjencë artificiale. Dhe ne dhëmë këtë doja që toja, që duhet të zhvilloj mendimin kritik. Ajo që më ka ndodhur mua është diçka tjetër, është tip hakerimi, po themi, po për shkak në një nga platformat më serioze për rezervim hotele, po kërkoja për në Barcelona apartament dhe më doli një super apartament. Po them kot kur në çdo platform tjetër dhe çdo hotel tjetër i ka çmimet 500 euro dhe ti të del diçka 200 euro, ka diçka që nuk shkon, sepse fotot janë shumë bukura, çmimi është shumë i lirë. Dhe ajo që më thonte mua ishte, dërgoj një kërkesë dhe do të vijë një email nëse të konfirmojmë rezervimin. Bëra kërkesën, më erdhi emaili dhe më thonte tani mund të procedosh. Dhe kur klikova aty, websajti që mu hap ishte pothuajse identik. Edhe deri diku dhe unë nuk gënjeva se tash mu konfirmuat, po pagoj një super çmim për një super apartament në Barcelonë që po kërkoje. Pastaj diçka brenda sikur nuk më la dhe i shkruajta platformës. Dhe kështu i kisha situatën dhe më shkruajta në asnjë mënyrë. Nëse do rezervosh një hotel pa u larguar nga platforma jonë, domethënë po e kërkon, rezervoje, do e paguash në platformë, jo të shkosh tek emaili dhe të thesh pra. Ajo faqe ishte duplikuar, duke e njëjta totalisht, po ishte faqe e duplikuar dhe ty do të merrnin pagesën, s'do kisha as hotel asgjë. Wow, edhe të shkoj edhe deri në Barcelonë? Do shkoj deri aty dhe do rrije jashtë. O, sa bukur. Do të dillim të dhënat vokale. Edhe pagesa do kishte ikur, po ideja që duhet edhe ne vetë analizojmë kur e shikojmë diçka, a duket e bitë të qëllohemi. Kur është shumë e bukur për qenë vërtet, duhet të ndalojmë. Mona në fillim, po që shumë e bukur. Mendoj që të gjithë ne duhet ndalojmë pak edhe të analizojmë para se të... Doloreza, ke rënë ndonjëherë pre e ndonjë informacionit kështu jo fort real? Zakonisht ka nga këto produktet të jo të bukurisë, jo të shëndetit, që edhe mund të na e hedhin. Normal, unë kam rënë njëherë pre informacionit jo real edhe në familje, duke qenë me personazhe publik në familje, do me thëmë për ditë lexojmë gjëra të tmerrshme dhe edhe kështu habitemi që qa janë këto, sepse ne jetojmë në emrin e tyre. Po, ne jetojmë me njerëzit për ditë në familje, po çrënë si ka, ndërsa për këto gjërat që janë të vogla në krahasim me këto që thash tani, shpesh të ndodhin me këto faqet online që bëjmë blerje dhe një mikesha ime, Instagramin tim ma ka delete tani të gjithin, tha mos shiko më, se mirë që harxojmë lekët,
por na vinë dhe gjëra të tmerrshme, dhe kur na vinë ato i bëjnë blok faqes, edhe nuk e ku kërkon më llogari. Me thënë, në 70-80% të rasteve më ka ndodhur. Po pse zëmënd, vazhdojmë prapë, do me thënë, na josh ndonjë gjë e bukur, edhe, ua, sa e bukur është. Ta marrë edhe këtë. Do me para 3 ditësh më ndodhi, edhe... More një veshje, Po, mora një veshje edhe mbesës nuk i bënte, jo mua, as mbesës. As mbesës, po e masja këshu, i thash kujt ja jap. Ta fartën jo, dhe mbesa që është 9 vjeç nuk i bënte. Njëtën gjë dhe unë tje, mora dhe më qeva në dolap, tash pak të mos ma shofi burë. Se do dhe për gjëllikë. Dhe të drejtë si i fusun, sot a i hë posta është, thot, jo, i them, jo se kam nëjë porosi për vajzën, e gënjej në jeshtë të këllë, këto gënjesh nga për ditë, janë të gocës, nuk janë të mija. Ja, edhe këto janë forma mashtrimi që janë vërtet të rënda, mendoj unë të paktën, sepse ti mashtrohesh realisht për blerjen që Në kaq persona që jemi këtu dy jemi mashtruar brenda javës. Të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë në jetë. Edhe aty do patur kujdes që të zgjedhësh faqen e dur, të dish ta dallosh reklamimin e mirë, produktin e mirë. Rrjetet sociale janë në dispozicion të kujtdo dhe mund ta përdorin si mjet në formën e tyre. Mbi të gjitha, kjo varet nga karakteri i individit. Dikush që është i ndershëm dhe i pastër nuk do ta bënte një gjë të tillë, po ja që jemi të ndryshëm edhe ka edhe ngadelet e zeza rreth nesh. Inteligjenca artificiale është po ashtu elementi i fundit që dua të prek përsëri, edhe pse ai mona u ndal her pas here që përdoret, po është një instrument që mundet edhe të na gënjejnë me përmes portaleve, po jo vetëm, mund gënjejmë ndoshta edhe me një faqe Instagrami, me një profil, të bëjnë sikur është një individ më vete. Tani më janë krijuar edhe modele super të paguara në botë me inteligjencë artificiale. Sa rrezikshmëri mund të ketë në të ardhmen? E shikon që do të fitojmë aftësi edhe aty për ta kapur? Nëse është inteligjencë artificiale ose jo? Ndoshta është pak sa herët, për të thënë nëse do fitojmë aftësi për ta kuptuar 100% ndonjëherë në raste të caktuara, por që është një lloj kërcënimi, absolutisht që është një lloj kërcënimi, sidomos ndoshta për një stres të caktuar të popullatës, çdo gjë që serviret nga inteligjenca artificiale duket si e mirëqen. Është tjetër gjë kur janë persona që punojnë në media, apo të një fushë të caktuar më specifik që mund ta dallojnë ndoshta, por mendoj për një masë të gjerë, pra për ata që vetëm bëjnë scroll dhe nuk qëllohen më tepër. Është pak e vështirë edhe për personat që punojnë në media. Është sepse të flasim realisht në nivele që sot është përdorimi i inteligjencës artificiale, nuk po flasim në nivel Shqipërie. Aktualisht ne jemi të ekspozuar në platforma që janë botërore. Kështu që ne nuk mund të qëndrojmë vetëm në nivel lokal. Ne jemi në të gjithë botën. Llogaritë tona janë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare, kështu që është e vështirë që ndonjëherë edhe ne të filtrojmë informacionin. Është e vështirë që të mos bie shpreh e ushqimit të algoritmit. Ti qëndron, i jep vëmendje një informacioni i cili mund të ketë qenë krejtësisht i pavërtet, por të ka ndodhur. Replikimi i algoritmeve e bën akoma më të shpejt cënueshëm individin. Kështu që është shumë e vështirë që ti në këtë kontekst global, edhe si gazetar, të kuptosh çfarë është e manipuluar ose jo. Pikërisht prandaj rikthehemi te ajo puna që ne bëjmë për ditë, që ecja paralelisht e propagandës, dezinformimit, keqinformimit, por edhe mundësia e krijimit të informacionit nëpërmjet inteligjencës artificiale na bën të gjithë të cënueshëm. Edhe ne që punojmë çdo ditë në verifikimin e informacionit. Fatmirësisht, kjo është pjesa negative, fatmirësisht ka edhe element, toolsa i quajmë ne, ose mjete që ndihmojnë gazetarët ose verifikuesët e lajmeve në kërkimin e informacionit ose në identifikimin e informacioni i cili mund të jetë i pasakt ose mund të jetë i manipuluar ose mund të jetë i nxjerrë nga konteksti. Paralelisht ka mjete të cilat manipulojnë informacionin nëpërmjet inteligjencës artificiale, ashtu siç ka dhe mjete dhe duhet edukuar qoftë gazetarët nga njëra anë, por si ata që
i shërbejnë audiencës me informacion, por nga ana tjetër edhe publikut me mjetet të cilat mund të ndikojnë për verifikimin e informacionit. Diçka që kam bërë para disa ditësh, Katerina, në Instagram, nuk e di dhe unë është plotësisht e vërtet, sepse nuk ka dalë vetë nga meta, po për shumë kam parë disa screenshot që i thonë të kontenti që kishin postuar, thonë që ky informacion, ky tekst është gjeneruar me AI, kështu që mund të ndikoj në ullje në reachit audiencës që shikon atë postim. Dhe mendoj që dhe vetë Meta, Instagram, Facebook do filloj do i kapi ato mesazhe që janë kryuar komplet plotësisht me AI, pra nuk është original dhe thot pse ti ja shfaq dikujt këtë lloj mesazhi që ti nuk e marr as kohë që ta shkruash. Do bëjmë me këtë inteligjencën artificiale, parashikoj këtë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që e kaluam paraditën bashkë dhe uroj të mos bini pre gënjeshtërave sot. Do të shkojmë më një herë në publicitet, pas pak do të jemi me quizin e Komodita Home.